Prishtinës nëpër jugun e Shqipërisë, ku është gati hapur ideja e seksit si një transakcion ekonomik, edhe e dyta, që është shumë e re, është paketat shëndetësore, domethënë të huaj që vinë në Shqipëri me mbjell flakt ose me bani intervenim të shëndetësor, por që në kuadër të asaj pakete, ku është edhe hoteli, ku është edhe intervenimi, është edhe këtë shefi seksual. Domethënë, burra nga Evropa, që të kanë një farë sigurie financiare, pak më të madhe, që kanë më shumë pare, vinë në Shqipëni për me kry dy udhë, dy të punë i vjenë, paka shumë. Mos janë të ndalume pak këto nikosisht, për shembull pas operimet, nuk e di se sa mundën ata sa janë të gatshëm për marrëdhënie seksuale. Ja, me flak, me ase tenisit që pëngjesin, po, nuk besoj që i kryjnë në i farë problemi shumë i madhe, nëse është i mbjellë flak. Po, që kjo ka njësë Turqi, unë e pashë që kjo ka njësë Turqi, se Turqi ka qenë kjo biznesi shumë i përhapur. I mbjellës e flakve, masën e ka hyrë edhe prostitucione. Po, nëse jetë e zvoglu luksin, jo, për me e vërtet për shumë shme. Po, nëse vishë të i mbjellë flakë, okej. Nuk është pihezit, për tensionet. Nuk është nështë ta për me kesh si tem, po sinqerisht nuk e pas nga dëgju ma erët. Këtë loj pako, këtë loj oferte. Se ma erët kemi folë për pakot që ofron Bregdeti shqiptar, por gjithashtu dhe malet, po jo dhe për këtë pako. Pra, realisht egzistojnë këto, nuk janë thjesht një perceptim publik, por egzistojnë dhe implementohen. A din që ka pako dhe këllun Shqipnia, me dikën tjetër, në Shqipni, ka pako që është edhe bileta e ndeshjes, edhe qëndrimin hotel, për edhe një eskort. Dhe më thonë, derin që të pikë, edhe nëse ishe, burat për shembull kosovarë si shqiptarë që udhtojnë nëpër Tiranë ose nëpër çdo vend të vikendit e sa, dhe që shkojnë në shoqënia, mu kënaq, atë në atë paketat të shoqënisë është gjithçysh edhe muhabeti i eskortave. Domethënë, to duhet me kallëzu, edhe kjo është sepse shkojnë jashtë, pse në Shqipëni, pse në Tajland. Sepse jetojnë në një shoqëni ku seksi gjykohet, liria seksuale gjykohet, edhe ti këtu nuk më është që si jetë çfarë ti dën, kështu që i merr shoqëninë dhe shkon në Tajland, por përsëri kujdes nga Lady Boys. Po. Edhe nëse shkon. Kron, këto eskorta zakonisht raportohet të jenë nga Shqipëria apo nga vendet ndryshme? Jo, ki prej Kolumbisë, ki prej Brazilit, ki prej Rusisë, prej Ukrainës, prej Slovakisë. Po, ka nga Shqipëria? Ka dhe nga Shqipëria, po që akon vrejtën e njësan është që Kosovarët, të cilat dojnë me bo këtë punë, shkojnë punojnë në Shqipëri. Edhe plot gratë të Shqipërisë të cilat dojnë shpejt, kështu me kry punë marë për një vikenda në njësan, vinë këtu në Kosovë, se do këtë pak ma easy, ma letë, marë deri në Kosovë, me punu një vikend, se sa me shku me një shtetë tretë, ku mujnë me kushtu edhe ma shtrejt qiraja, akomodimi, rruga, gjithë shka tjetër. Pra, është një farloj shkëmbimin në prostitucion, saj përket Kosovës edhe Shqipërisë, po për ndryshe, kur jena të Shqipëria dhe Kosova të marë parasysh edhe që të formë që shëtë u zhvillu krejt haptazi, pyetja është pse s'po legalizohet, sepse a ekziston prostitucioni, unë nuk e besoj që kena hapësim në po pyetje, a ekziston prostitucioni, përderisa me vullnetin i numërum 3 prej 100 formave të cilat realisht janë sot të prostitucionit. Po çështja është që më intereson në ditë mu është pse shteti i Kosovës dhe shteti i Shqipërisë dënë me lanë në këtë formë sporadike më zhvillu, të pa kontrollume. Pse nuk po legalizohet? Sepse kjo apo... Në numu që persona brenda shtetit të Kosovës, policisë apo institucioneve shtetërore, edhe atyre Shqipërisë, janë të inkriminuar dhe të lidhur direkt me këtë dukuri. Edhe kjo dukuri në lloj i krimit të organizuar, edhe këto grupe të krimit të organizuar nuk kanë dëshirë dhe nuk kanë llogarime e lanë me u bo prostitucioni legal në vendin tonë dhe Shqipëri. Nuk po flas ashtu nis prej normativave ligjore se kur ka vullnet për me bo diçka, e kena pa që ligjet gjithmonë janë si elastiku, zgjatën, ngushtohen, rregullohen, po si shumë ka në vendin i parë në botë që legalizon prostitucionin. Po çështja është të marrë parasysh një uritë. A duhet të bëhet kjo në mënyrë që të